Dhe ja ku jemi në kuzhinë tashmë me Katerinën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dashur. Gati për të gatuar edhe sot? Gati, patjetër. Mirëmëngjesi të dashur Anvisa, ju uroj si ditë mon një ditë bukur dhe juftoj këtu tek këndi joni gatimit për të parë recetat të përsillim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Fillimisht faktikisht do ta nis me një bukë me shije pice. Them unë sepse do të ketë atë shijen. Do të shkojmë tek shija e picës, por do të jetë si bukë. E kuptoj. Kështu që përveç se kësaj do të kemi edhe një, si thuash, tavës, një sufle me spinaq, me djathë, nuk do të edhe vezë, do të kemi vetëm me djathë, me qep të njoma, erza, do të shtojmë pak miell, misri në fund fare te pjesa e tavës, do të tregojmë më mbrapa mënyrën se si do ta bëjmë, shumë e thjeshtë. Dhe në fund fare, sigurisht që nëse do të kemi kohë, do të bëjmë një sallatë verore me patate, me pak spinaq, me një spec brenda, edhe kështu. Pas kemi plot. Kemi ca gjëra. Kemi plot për të gatuar. Atëherë, meqense mua brumi më ka ardhur, do të thënë e kam gati, është ai brumi thjesht që neve kemi bërë disa herë këtu dhe unë sjell herë pas here faktikisht dua që të bëjmë gjëra me brum në shtëpi. Ja, sepse bën kaq thjesht dhe kaq shpejt që nuk e di. Domethënë vetë se duan atë kohën që të vi. Se ndryshe s'ka asnjë gjë. Ndërkohë që ne sistemojmë shtëpinë apo bëjmë diçka tjetër, thjesht e lëm në një qoshe të kuzhinës edhe vetëm kur e shohim që atë tasin në shfryrë sigurisht që jemi në këtë rezultat, duhet të dimë çfarë përdorim apo jo. Patjetër. Ndaj ne kemi me qef brumrat këtu, sepse gatuaj me mielin Ola nga kompania Atlas, fantastik është, do me thënë, po do marrësh të duhet? Pak se të më ashtu, po thuaj. Jo, po thoja që të kam thënë që kam bërë bukë në shtëpi 2 herë deri tani. Po. Nga ky varianti i katit, edhe ka filluar më pëlqen shumë, kam bërë dhe bukën e mbushur që bëm një herë me domate edhe me speca, më duket se t'ishte Shiko, faktikisht unë nuk jam e asaj që ta marrë ta nis brumin e ta punoj e ta punoj. Jo, pra kjo është e çuditshme, pra nuk duhet fare të rish ta punosh brumin me duar, jo, ashtu me lug në një tas, e mbulon dhe vetëm kur e sheh mbas një ore që brumi është bërë fantastik. Ndërkohë mund të dalësh nga shtëpia, të bësh në një pazar, po të pish në një kafe, e lë aty ku kthehesh e ke gati. Dhe neve prap këtu tani do ta kemi gati, që do të thotë ja shikoj ishte mbushur plot, edhe kalojmë këtu tek pjesa e tryezës dhe me njerë unë do të kalojmë në tepsi në tavën që do të vendosim për të pjekur. Tani do të pjekim këshu veç bukën dhe pastaj do të shohim. Okej, e di që do t'jetë kjo përgjigja, ja do të tregoj unë tani, do të shohim. Mielin për çdo përdorim ke përdor vetëm? Po, këtë radhë e kam bërë vetë se me atë mielin për çdo përdorim. Me qëllë se do kemi një bukë me shije pice, a i mieli për pica mund të përdorej në këtë rast? Patjetër. Okej, do ta provojmë atë herën tjetër. Kështu që me qenë se edhe me atë miell sigurisht që bëhet. Tani kjo është që neve do ta hapim në këtë mënyrë, ta ndihmojmë domethënë të hapet. Do ta lëm pak tek tava dhe pastaj për një 10-15 minuta do ta lë kështu të qëndroj. Pastaj do të bëjmë, domethënë, kam salcë domate të cilën e përgatisim vetë. Mund ta bëjmë me domate, në një thelpi hudhër brenda, me këto erzat, borzilok, me rozmarin nëse duam, rigon nëse duam, domethënë e jep shumë shije, pa krip, një qep të vogël, do gjitha këto i përzijemi kavardisim dhe përfitojmë një salcë kështu se si e kam unë këtu. Shumë e mirë. Kjo është salca. Tani kaq thjesht ishte kjo. Dhe këtë salcën e përgatisim, e mbajmë nëpër kavanoza në frigorifer, mund ta përdorim për makarona, për gjellëra të ndryshme, e kemi ashtu gati. Po, janë ca punë që duket sikur angazhohemi, po ndërkohë që mund të kemi ato domatet që na mbesin në shtëpi, që nuk bëjnë më për sallatë, zonjat e dinë shumë mirë, ose të blini ato domatet e qullta që janë për gjell, janë edhe më ekonomike, më të lira. Kështu që bëjmë ca kavanoza me salce dhe përgatisim her pas here receta që duan domaten e freskët, të aromatizuar me erzat që ju keni dëshirë. Kuzhina është shumë e bukur ta mendosh. Është ashtu me vete faktikisht dhe sikur thonë që me 1 dhe me 2-3 përbërës, mos flasim për punë e erzave, se erzat janë pjesë e kuzhinës.
Të gjithë kemi erza në shtëpi, qoftë të mbjella në saksi, qoftë edhe të thata. Kështu që me kombinime do me thënë që shkojnë dhe që lidhen njëra me tjetrën erzat, bëjmë gatime shumë të mira dhe të shijshme. Qoftë aty që kam thënë dhe herë tjetër, me një patate, një dorë oris dhe sigurisht me një kombinim të mirë të erzave, sillim një si thua gatim për kaluar vaktin e drekës. Shumë shpejt, ekonomik dhe të shijshëm. Ndërkohë, ti prezantojmë pak me recetat. Recetat e shkruara tani më me të gjithë përbërësit, pra atë që ju e kërkoni sepse doni ti mbani shënim apo ti bëni një fotografi me telefonin tuaj recetës që po bëjmë tani, e cila është buk me shije pice. 500 gram miell, 300 ml ujë, 1 lug maja, 1 lug sheqer, 1 lug krip, 2 lug vaj, 2 speca të kuq e jeshil, 1 filxhan salt domatesh të aromatizuar, pra këtë salcën që ne thamë që e kemi përgatitur vetë. Po nëse s'keni kohë, mund të merrni dhe të gatshme në rastin më të keq. Patjetër. E ndërkohë, kalojmë edhe te receta tjetër shpejt e shpejt. Ja e kemi në ekran. Kati siç na e ke sjell ti të prezantuar dhe menjëherë do të nisim gatimin e kësaj recete, spinaq me djathë dhe erza. Na duhet 1 kg spinaq, 5 qep të njoma, 1 qep të thatë, 4 vezë, 200 gram gjiz ose djathë, gjysmë filxhani miell misri, majdanoz, kopër, vaj, krip edhe piper. Dhe salat me patate. Ku i kemi vezët? Ja këtu i kemi. Ne kemi vitalin ton gjithmonë, kështu që do t'i kemi edhe vezët pas pak. Po ndërkohë e shohim edhe recetën tjetër, me që e kishim në ekran dhe nuk ja u dha mundësinë t'i lexoni të gjithë përbërësit, ja ku e kemi. 4 patate, 300 gram spinaq, 1 spec të kuq, 1 qep, 2 thelpinj hudhra, 50 gram djathë, 3 lug vaj, 1 lug gjalp, majdanoz, kopër, krip piper dhe piper speci. Kjo ishte salata e tretë, receta e tretë që do të sjellim sot gjithmonë në varësi të kohës, por le të fokusohemi tani tek ajo gjella kryesore e vaktit të drekës, që ishte receta me spinaq dhe Kati ka nisur nga puna. Që do të thotë zbusim pjesën e qepës fillimisht dhe këtu do të zbus edhe spinaqin. Ndërsa qepët e njoma, djathin, vezët dhe erzat do t'i bashkojmë të gjitha bashkë, se nuk ka nevojë domethënë që të kalohen në kavërdisje. I dua që t'jen kështu, do me thënë të ndihen të freskëta, thjesht dua që të më zbutet pak pjesa e qepës. Dhe sigurisht që kjo qepa kur zbutet, lëshon edhe ato, si që them gjithmonë, vajrat e terike, aromën e mirë që përmban qepa në momentin që ka vërdiset, dhe më mbrapa pastaj të shtoj thash pjesën e spinaqit. Këto do t'i lëm aty Anira, sepse i kam për pjesën e salatës me patate. Po, patatet i kemi në tenxhere, sepse patatet duhen të jenë të zjera, ndërsa këto do të bëhet bashkimi. Ndërkohë që këtu e lyejmë tani të fillojmë të kemi gati të vëmë në përvënde. I hedhim pak i ndyrë. Kemi miell misri. Miellin e misrit të verdh. Të verdh. Të do të përdorim. Një lloj miell misri të verdh apo edhe të verdh si puna e gëshërës të. Ndjehet edhe dallohet më ka një pak më të fortë si mielli i misrit edhe sigurisht që shkon më mirë këtu te kjo pjesë. Marrim një lugë. Edhe për Kati. Po, krijojmë një bazë aty. Mund ta ikim fare kapakun Anil, sepse unë ç'është vërtet. Jeshi lloqet nuk duan kapak. Ja, kështu, një mësim tjetër i Katit. Kësaj ide. Bëjmë të bazën, domethënë në fund. Edhe kjo është që do të mbledhi lëngjet, që do të jetë pastaj nga momenti që do të hidhet spinaqi dhe këto gjërat e tjera. Ndërkohë, duhet të them anvisave, këtu kam, mund të përdorni djathë të bardhë, djathë gjizë, miksë djathrash, kemi janë dhe do marim pak për të hedhur në pjesën e fundit. Këto do të hidhen brenda me bashkimin e qepëve të njoma, vezëve dhe erzave, ndërsa pak djathë kaçkavall të verdhë, me thënë, një 50 gram jo më tepër, s'ka nevojë për më tepër, do ta hedhni në momentin e fundit bashkë me miell misri edhe me vaj. Nëse doni, mund të shtoni edhe pak gjalp. Këtu kam edhe, shikoni, janë në copza djathit, të cilat i kam të bëra me kopër. Thjesht, këto janë si thua kafshita të vogla që mund t'i vendosim edhe në për sallata të ndryshme, por do ta hedh brenda, me qenë se është kopër, edhe kopra e kemi këtu si
pjesë përbërës do me thonë tek receta dhe do t'ja hedh brenda. Jo se kam bërengas për ta hedhur aty, po ka rastisur në recetën edhe po e hedh. Jo se do bëni djathë kështu të aromatizuar me kopër dhe me kripë dhe me piper për të hedhur tek receta, nuk ka përse. Është gati qepa, thash që sepse gjithë kjo si recetë do përfundoj në furrë. Tani hedhim spinaqin në mënyrë graduale. Thjesht duaj që ta zbut, të më ul pak vëllimi, dhe kjo është idea e spinaqit. Zbutet pjesa e parë, shtojmë edhe spinaqin tjetër. Në fund fare do të shtojmë edhe pjesën e qepëve. Kur e heqim do me thënë nga temperatura e sobës. Faleminderit. Ta bëjmë unë një punë. Më pret me duar hapur, me krah hapur. Bëhet një recetë shumë e thjeshtë, e shpejtë. Është e lehtë për tani në stim të verës. Nuk do shumë kohë për të bërë gati. Dhe tjetra nuk është se bëhet vetëm me spinaq, mund të bëni me lakra të ndryshme. Ashtu sistem gjithmonë. Gjithmonë kur unë pregatis gjëra me spinaq, sigurisht që mund të bëni do me thënë kombinim edhe të mix lakrave, që me labote, me pazie, me lakrat e egra mund të shtoni, do me thënë pak, sigurisht lëpjeta, si po më vinë tani ndërmend. Pra, lakra të ndryshme. Do të hedhim dhe një pjesë të qepëve këtu brenda dhe një pjesë e dua, do me thënë që ta mbaj për recetën tjetër. Po I hedh qep bollshëm, se qepa e jep shumë shije. Tani nuk ka nevojë të qëndroj, do me thënë, thjesht është u zbutë. Të hedhim dhe erëzat, urdhro. A mund të niste kjo receta me skuqjen e qepës? Cila receta? Ky gatimi. Pse nuk nisi duke skuqur qepën dhe pastaj spinaqin dhe pjesën tjetër? Jo, qepët e njoma I duat të jenë të ndjej. Nuk I do të skuqura. Jo, nuk I duat të skuqura. I duat që ti kem kështu të freskëta. Se po mendoja nëse do I kisha gatuar, unë do nisja nga qepa për shembull. Ndoshta sepse kështu sikur na është mësuar. Shiko, është mësuar, po dëgjoj, me qepën e nisëm neve, me qepën e thatë. Okej. E pra për jo them të njomën. E njoma nuk ka nevojë që të më ashtu, dua që ta ndjej këtë pjesën e qepëve të njoma. Tani është gati kjo, nuk ka nevojë që të qëndrojë më këtu. Okej, pra nuk e do që qepa e njom të gatuhet më shumë se sa spinaqi, pra le të themi duhet të jenë në të njëjtën. Ja tu ta heqim dhe do ta fikim edhe sobën. Të ulet pak temperatura dhe bëjmë tani përzierjen e produkteve të tjera, që do të thotë marr një enë tjetër dhe ti bëj vezët. Okej. Meqense jemi te vezët, spinaqi me vezë shkon jashtëzakonisht shumë. Ne kemi dhe këtë edhe recetat tradicionale, ku diun ato kimën që bëjmë me vezë, me spinaq, me erza, me ato vezën sy sipër, që gjithmonë shijon shumë. E sigurisht që është Ovital, ai që ka menduar për ne, që ka menduar për ju, ka menduar për ta nisur ditën me një plan ideal, ndaj mendon Ovital për këtë gjë. Sigurisht që është veza më cilësore në çdo stin të vitit, ajo vjen tek ju e freskët edhe një vezë e prodhuar në Shqipëri, sigurisht duke respektuar e plotësuar të gjitha kriteret ndërkombëtare. Kështu që e tillë na vjen në familjet tona e freskët me një sër vitaminash, proteinash dhe yndyrnash të shëndetshme që ne e kemi të nevojshme t'i konsumojmë në përditshmërinë tonë. Edhe meqense jemi te ky momenti që unë dua vëmendjen tuaj, do doja gjithashtu t'ju kujtoja salçiçet më të shijshme, më të freskëta që gjeni në tregun tonë, siç është dhe Woody. Ku ka aja ka gëzim, është ky slogani që unë kam me dëshirë t'ja prezantoj, se duket sikur që në momentin që e thua se të vjen një buzëqeshje kështu në fytyrë, ashtu sikurse edhe kur konsumon salçiçet Woody. Edhe jemi në fundjavë tani, kështu që ka ti ndonjë piknik, ndonjë udhtim I vogël, po ndonjë plazh, pse jo, edhe ca gjëra duhen marrë me vete. Ja, kjo buka shumë e mirë për me vete. Po pra. Është akoma dhe me një sallam Woodys, është
një zgjidhje e duhur. Okej, ja, ju hapën punë zonjave, bëni ca bukë të vogla sot, merrni me vete nëse do udhtoni në fundjavë. Tani, vezë. Përzijmë vezët. 4 vezë. Hedhim pjesën e gjizës edhe të djathit. Okej. Nuk ka nevojë kjo që të ashtu. Faleminderit. Të lutem. I rahim së bashku. Do hedh pak nga këto qepët që të më ul temperaturën e atyre, që mos të pritet veza. Ndaj le për në... Po, prandaj dhe këto nuk i hedhim brenda. Ti heqim me njën ato. Kjo ul tani temperaturën. Dhe duaj që t'i shijoj kështu të freskëta. Po, e kuptoj. Sigurisht, tjetër shije kanë kur janë kështu dhe tjetër kur janë të kavërdisura. Tani ose kthejmë këtë atje, ose... Por më mirë... Ja, do marim këto t'i hedhim atje brenda. Të bëjmë përzierje dhe pastaj do t'i shtem te tava. Okej. Kështu shmangim dhe temperaturën që mban tigani. Bëjmë përzierjen e parë. Pastaj shtojmë edhe pjesën tjetër. Dhe të gjitha këto në tavë. Edhe pjesën tjetër që na ka mbetur. Sipas dëshirës krip, piper, armuskati, sigurisht që i shkojnë. Okej. Ati ku ka bulmet shkojnë edhe këto erëzat që unë përmenda. Dhe pastaj do ta ambulojmë përsëri me miell misri Po, dhe ta vëmë në furrë, kështu? me miell misri edhe në furrë. Okej. Me që se jemi tek furra dhe japim edhe këtë si informacion, që do të thotë Që pjekja do dhe të kohë thotë zgjatja. 180-200 gradë dhe do ta lënë në që të piket rreth 40-45 minuta. Do me thënë edhe pse është kështu, e do kohën e zgjatjes. Po, patjetër. Po. 40-45 minuta. Ti hedhim edhe Pra pak... një recetë që nga fillimi në fund vaj. ju merr jo më shumë se 1 orë kohë me gjithë pjekjen. Përjashtova këtu kohën e larjes së spinaqit. Se ashtu na shkon pak më shumë. Okej. Pra ne këtë pjesë të parë të gatimit do ta mbyllim me tavën që do vendosim në furrë, sepse jemi fiks në ato 2 minutë në fundit, ajsa për t'i shtuar pak miell misri sipër edhe për ta vendosur në furrë me 180 ose 200 gradë. Misri, po, anil dhe do t'i vendosim edhe pak djath. Dhe i vëmë dhe djath, okej. Ne kemi djath të verdhë ose djath për pica, djath që shkrin. Çfarëdo që kemi në shtëpi mund t'i shtojmë sipër. Po, akoma të djath të bardhë mund t'i hedhim lart. Edhe djath të bardhë, po. Okej, atëherë unë po ta afroj, pra këtë sasinë e djathit që kemi, e kemi për të dyja recetat, si për atë bukën që do t'i ngjessoj shije së një pice, ashtu edhe tavës me spinaq. Me bukën do të merrem në pjesën e dytë kur të kthehemi, edhe do ta përfundojmë si recetë sigurisht edhe atë. Natyrisht do të kemi mundësi, besoj, të përgatisim edhe një sallatë shumë të shijshme, të plotësuar që mund të konsiderohet edhe një vakt i plot i drekës, i shpejtë edhe i shëndetshëm në të njëjtën kohë. Atëherë. Patjetër. Tani kemi gati. E kemi gati. Ose keni kështu për punën e miellit të misrit, sepse faktikisht në momentin që e hodhëm, ne ajo do të vendoset në furrë dhe do të përthiset me lëngjet i do të dalin, do të piqet, domethënë. Po, patjetër, patjetër. Kështu që tani e kemi gati për ta vendosur në furrë, tham temperaturën 180-200 gradë dhe do ta lëni 40-45 minuta dhe do ta keni gati. E vëmë në furrë dhe bashkë me Katin jemi këtu pas një pauze që do të kemi, duke ndjekur njësoj si ju edhe ne këtu nga Villa Jon, fleshin informativ të orës 9:30 dhe pastaj Kat me njerës apo të kthehemi do vazhdojmë me 2 recetat e tjera. Po, do të fillojmë me recetën e radhës që të kemi atë bukë me shije pice dhe salatën me patate. Pastaj salatën me patate. Këtu jemi, ju presim.
Me sigurisht shumë prej jush po na pristi, sepse ju kemi njohur me receta dhe doni të dini se si do të përfundojnë. Pra si do të përgatisim bukën, bukë me shije pice. Po. Sepse do të kemi përbërësit që përgatisim një picë. Që do të thotë, kemi zënë brumin në fillim fare, kemi lënë të qëndroj, ka ardhur, e lamë përsëri do me thënë e hapën në një tavë, nuk është se hapim në atë shtresën sa e bëjmë atë picën e hollë, po e lëmë prandaj themi bukë, sepse do të ketë atë trashësin më të madhe, më të plotë të asaj të picës, pra ngjason si bukë. Tani, fillimisht, fatikisht unë që momentin që rria, e bëra një prerje të tillë. Se Kati nuk mund të rri pa punë. Edhe një prerje tjetër, nëse s'keni këtë mjetë, sigurisht që mund ta bëni edhe me thik. Pa. Ja, në këtë mënyrë, do me thënë që sikur po e ndajmë edhe në racione. Ta bëjmë edhe një këtu. Në këta mënyrë. Pra tani kemi ndarë në kuadrate, që do të thotë me një, kemi këtë pjesën e salsës që thamë që pregatisim vetë në shtëpia tonë. Fillimisht të bëjmë këto pjesën, mbushim këto pjesët, i jep shumë shije kjo salsa. Në këta mënyrë, do me thënë, e ndihmoj me pjesën e furçës, dhe nëse s'keni furçë, sigurisht që mund ta bëni me një lugë. Po kjo e ndihmon që të hyjë salca në brendësi. Edhe këtu. Dhe në të njëjtën mënyrë e bëjmë edhe në këtë pjesën kështu. Tani që janë temperaturat të ngrohta, nuk ka nevojë të qëndroj shumë. Brumi, tani nuk e lëmë më që të vi, por e përfundojmë do me thënë e mbushim në këtë mënyrë dhe vendosim për të pjekur në furrë. Edhe neve këtu që po e punojmë, ajo fillon edhe si thua vjen. Pa, vërtet. Tani kemi speca. Specat i japin shumë shije, pastaj për mbushje juve mund të përzini ato që juve ju pëlqenjë, po që speci i shkon mjaft dhe bën shumë të shijshme. Edhe me një këtu, është mjaftueshëm. Tani ajo që ka ngelur, do t'i shtojmë edhe djath. Sigurisht që mbushjen mund ta bëni edhe në mënyrat tuaja. Patjetër. Nëse doni domate, nëse doni ndonjë prosciutto për ta kthyer pak më afër picës, ndonjë salcice vudi, çfarë të dëshironi ju. Ajo është sipas dëshirës dhe sipas mundësive. Domethënë që kanë ambisat ato që u ndodhen në shtëpi. Tham edhe mund ta bëjnë edhe me djath të bardhë. Po, fundja. Tani e kemi gati për ta vendosur në furrë. Asnjë gjë tjetër nuk shton. Shumë mirë. Është gati për ta vendosur në furrë në një temperaturë. Furra gjithmonë duhet të jetë e ndezur në temperaturën 200 gradë. Për 25-30 minuta do ta kemi gati. E vendosim në furrë dhe ne do përdorim furrën poshtë tani, sepse furrën sipër kemi vendosur një tavë me spinaq që e përgatitëm në pjesën e parë të kuzhinës, edhe do ta nxjerrim kur të jetë momenti, kur të jemi duke shkuar drejt fundit që edhe të jetë pjekur, pra dhe të vijë ai rezultati dhe pamja finale e tavës, shumë e shijshme me miell misri, me erza, me qep të njoma, qep të thata, recetë edhe video të cilën mund ta gjeni në YouTube. Pak minuta më vonë, pra nëse e keni humbur transmetimin e fillimit. E ndërkohë tani do të kalojmë tek receta e tretë, një sallat me patate. Një sallat me patate, të cilat patatet më përpara i kemi të ziera, se ato janë që duan kohë më tepër, ndërsa këto nuk duan shumë kohë, kështu që dhe i presim kështu në fiza, domethënë, edhe unë për momentin kam qep të cilat janë të njoma, por që kanë rritur pjesën e kokës, dhe me thënë pjesën e bardhë. Kështu që bëhen shumë shpejt gati. Ja, kështu i kemi gati. I hedhim
Dhe ko shtojmë edhe vajmë, s'ka problem se hodhëm qepër më përpara. E kemi të ndezur, Anila, të lutem. Të shof. Duart tuaja janë magjike dhe duhet me patjetër të bëjnë magjinë E bëra magjin. Shumë mirë. Sa po e bëre magjin. Atëre, kemi këtë. Sa të marri pak temperaturë. Do pak temperaturë dhe sigurisht që do edhe krip. Atë që them gjithmonë që qepa do krip, që të bëhet gati. Janë qepë të njoma, edhe nga që janë qepë të njoma nuk duan shumë kohë që të bëhen gati. Plus që të ti ke prer hollë, kështu që. Sigurisht. Shumë shpejt. Po thoja që duhen 4 patate, edhe që duhet tjetër, sa fillova të lexova recetet me hoqët. Patate, spinaq, erza, 300 gram spinaq, 25 të kuq, 2 shelpinj hudra, 50 gram djath, 3 lug vaj, 1 lug gjalt, majdanos, kopër, kri, piper, edhe piper speci. Djegës apo të ëmbull apo sipas dëshirës ky? Sipas dëshirës. Okej. Kush do të hedhi edhe djegës, sigurisht që është shumë i mirë dhe më shumë të shishme, faktikisht. Mund të hedhim edhe farza speci djegës. Po, edhe ato e më të lezetshme. Por gjithsesi varet se sa i dëshironi gatimet pikante, ose nëse është një recet ku do të konsumohet edhe nga fëmijët, aty pastaj jemi pak më të kujdesshëm me shijet që përdorim, sepse mund t'i bezdis. Fëmijët? Patjetër. Po që është mirë që të mësojnë, që të konsumojnë edhe gjërat pikante. Që në fillim, do me thënë, në mosha të vogla, mund të edhe nga pak, akoma në trana, për shumë, mund të bëjnë në nënat, në një sup me përgatisim trana, hedhin pak spec djegës, do me thënë, për të dhënë shije, edhe fillojnë, do me thënë, që në mosha të vogla, që të njifen me erzat dhe me gjërat pikante. Jo në doza kemi thënë gjithmonë që për fëmijët duhet kemi kujdes dhe gjithmonë jemi në doza më të vogla se sa për të rriturit. Në kohë që tu fillojnë që të na zbutet speci edhe qepët e njoma, më mbrapa do të shtojmë edhe spinaki dhe patate do t'i lejmë në momentin e fundit duke spërkatur me kri piper të kuq, edhe me pak të djath dhe do t'jetë momenti të me thënë një fundit që do t'a nxjerrim për ta serviru. Shumë. Po koprën e heqim dhe lëm këtu. Si s'na duhet? A një hudhër. Nuk na duhet kopra? Jo, nuk do edhe më tjetër, është mjaftueshëm kjo për masën që kam aty, sepse është mjaftueshëm ajo që unë kam hedhur. Këti patatet janë të pagatuara apo i ke zjerë? Janë të zjera. Janë të zjera ato, okej. Janë të zjera, madje. Se pas kam prishur formën fare? Jo, se kam prishur, po shiko. Qa ka? Ja, me njerë. Okej, që kanë të zjera. Janë të zjera. Patatet i hedhim të zjera, sepse kjo recet nuk do shumë kohë, me thënë spinaki do shumë pak. E mora me mund kur themi sallatë me patate, sigurisht të zjera, po ke parasysh kur patatet zjehen duken në pamje, kurse këto të tuat që nga kështu si të freskëta, si të pagatuara, që do të thotë janë zjerë me kujdes. Mënyra do me thënë se si u zjen, nuk ja, u zbutën, u aromatizuan edhe me pjesën e hudhrës. Në mënyrën do me thënë se si kam si po bëhet kjo? Prerë do me thënë edhe qepën edhe këto spesin, sigurisht që nuk do shumë kohë që të bëhen gati, është me thënë koha e shkurtër. Do të hedhim këtu tani edhe salatën. E thash salatën sepse kam dhe pak salatë jeshile, por që kam spinaq më shumë. Po që mund të përdorin akoma edhe salatë jeshile dhe kjo prapë si recet mund të kemi dhe me thënë mix lakrash. Gjithmonë do të më pëlqente që në gatime kur përdorim spinaq, mund të përdorim mix lakra të ndryshme dhe me thënë, për ta bërë akoma edhe më të shishme, dhe me thënë qoftë salatën, qoftë gatimin që neve bëjmë, pra në gatime të ndryshme, mund të përdorim atë që ju thash. Kështu tani një zbutje të lehtë, atë që ju them gjithmonë që asnjëherë unë tek lakrat nuk përdor kapak dhe s'ka nevojë të përdore, sepse kaq shpejt bëhen gati ato, dhe s'ka nevojë që të shtojmë as edhe kapak. Thjesht të jetë momenti domethënë i zjerjes të qepës, të specit
dhe të lakrës. Si është në furrës pjesa e tavës Anila? Po të s'më dëgjove fare. Nuk e dëgjove. Po pse kështu kërkoj ndjes? Nuk e kisha mendje këtu sepse. Hajde shojmë, a mund ta hapun këtë? Kek nuk është në fakt, po që duket ajo edhe pa e hapur. Nga shtëpia po them. Nga shtëpia po. Meqense kemi edhe pak kohë, Anila, le të ta lëmë edhe pak edhe. Shkojmë pak, e mirë duket, e mirë, shit. Pak duket se është tava e thellë. Aromën e ka shumë të mirë ka ti. E ka të mirë, janë erzat ato që kanë dhënë aromën e mirë. Sigurisht edhe një, se këtu është gjithë. Po bukas... Po kjo më pëlqen më shumë. Ose ka që unë kam qef brumrat, nuk e di, po... Shumë e mirë kjo. Shiko, që është e vërteta neve këtu kemi sjell bukë, që do thonë Katerina e ka këtyrë në... Pun buke. Por ama asnjëherë nuk kanë qenë njësoj. Jo, njësoj nuk kanë sjellë, i kemi sjellë të ndryshme, me mielra të ndryshëm, dhe mënyra do të thënë e përgatitjes është e ndryshme. Bukë me ardhje mbrumi, bukë në frigoriferi, bukë në tenxhere, në tiganë. Në tiganë. Po kus kemi bërë edhe bukë, kështu që edhe ju të dashur Andrisa mos hezitoni ta përgatisni, sepse ç'është e vërteta, ju kam thënë gjithmonë, edhe ne nuk është se po i bëjmë, unë nuk e ngjesh fare bukën, thjesht bëj një përzierje të mirë dhe i lë ashtu të qëndrojnë. Pastaj i palos në dorë bukën, atë brumin, edhe kur e palos është sikur po e ngjesh. Kështu që më mirë paloseni në dorë, edhe më e thjeshtë është, edhe nuk e lodh të punonin brumin, edhe në fund pastaj është fantastike, rezultati ne këtu që e kemi provuar. Dhe tjetra, kur e palosim me dorë që mos të ngjis, më të pak gishtat me vaj, edhe palosim, do me thënë, dhe paloset kollaj, qoftë me vaj, qoftë edhe me pak ujë. Edhe ndihmon, do me thënë që mos të shtoni miell, sepse kur i shtoni miell, e ngjeshni bukën, nuk bëhet bukë. E forcon brumin. Nuk bëhet e butë. I tham gjithë të gjëra neve që sepse edhe këtu na u bë gati, do me thënë, në specat u bën gati, do të hedhim tani edhe patatet. I lam në momentin e fundit. Piper të kuq. Piper të zi. Kjo faktikisht është salatë e ngrohtë, por jo se mund të quajmë thjesht salatë, është si thua për kaluar vaktin e drekës. Atë djathin të lutem Anila. Do t'i hedh edhe pak që ka zarzavate brenda, ka pataten, ka specin, ka qepën, ka spinaqin, ka është realisht vakt, po. Është vakt. Tani nuk është se te projmë neve me vaj, por e kishte të nevojshëm, do me thënë aq pak vaj. Edhe ky djathi pastaj e finalizon. Nuk ka nevojë ta trazoj, dua kështu siç e kam, ta kthej në një pjatë, sepse është të ri djathi sipër, po. Ashtu. Tani do ta lëm neve sa të marr, do me thënë, djathi të shkri. Në fund fare do tani do t'i vëmë ndonjë kopër, ndonjë gjë, po le ta lëm në momentin e fundit. E vëmë në pjatë, e vëmë në pjatë. Në pjatë, që të na ngjasoj dhe bukur. Besoj se nuk ka nevojë më për... Po. Pra, kjo, nëse serviret si mesore në vend të sallatës, duhet të shërbehet kështu e ngrohtë gati, apo mund të hahet dhe e ftohtë? Jo, hahet edhe e ftohtë, po kjo është gjë e qastit. Kjo bëj shumë shpejt. Gati nuk ka nevojë që të presin. Këtë e bëjmë edhe konsumojmë. Aty në moment. Që të presin. Atëre, shërbejmë këtë salatë me tani do e vendosim te kjo, do e vendosim edhe këtu, ta vendosim këtu më mirë. Pak nga pak të gjitha. Ta vendosim këtu më mirë. Po, më mirë të shesh edhe nxjerr më shpejt nga tigani pa të... Se e mirë duket. Ja, kështu. Do t'i vësh në një degë luleti tani të zbukurosh. Unë t'ja vë degën e lules, mua ma besove. Po ja kopër po i vëm. A, si thua, t'i vëm pak kopër? Vendosi çfarë do duash. Edhe pak piper të kuq janë ashtu, këtu referotu. Mirë zhë. Edhe jemi në rregull. Çfarë do bëjmë? Do themi edhe ndonjë gjë që të qeshim. Mirë këti. Ç'është e vërteta, tani që po e mbaja këtu këtë salsën, që kemi përgatitur me këto domate, dhe kjo i shkon pak. Me thënë që ti hedhësh
Do me thënë, jep tjetër shije, këtë duhet të thëmë. Është domate e freskët, nuk është domate, do me thënë, së është salcë, është salcë e përgatitur vetë në kushet e shtëpisë, ashtu si që ju thash, e po na dolin qikë si... Atëre, të nxjerrim nga fura, shumë e mirë është bërë ajo, dhona të më zërë po presë që t'ja u tregoj nga shtëpia zonjave që po na ndjekin, sepse është duke që në sy. Okej, atëre. E fundshme, me ngjyra, e shishme, e thjesht, edhe... Tani? Ja, këtu. Atëre, t'i largojmë pak vezët që t'i kemi largë temperaturës së ngrohtë. E shikonë në mili, misrit edhe djathi, do me thënë se qëfar i bëri? I bëri këtë shtresën e mirë. Po, atë korën si përfaqësore. Po. Ta mbajmë këtu këtë që të duket edhe bukur. Kjo ishte përfundimi i recetës së tavës me spinaq dhe me miell misri. Tani është momenti që të tregojmë tek ju edhe recetën e bukës. Ta nxjerrim të bukën kati? Ta nxjerrim, edhe nëse nuk është bërë tamam ashtu fiks. Të vëmë dhe bukën këtu. Bukë mbushur, bukë me shije pice, quajeni sa çfarë të dëshironi ju. E sigur që është në... vërtet është me shije pice, sepse si picë është. Sa e mirë, është fryrë. Aromën e ka po. Si ato picat, po ato picat e mira, ato të butat, të shishmet. Shiko, s'kam pa unë që bëj... Sa e mirë është bërë, shikojnë e qiks. Se buk më buk, nuk tjetër ajo buk, tjetër kjo buk, çdo ditë buk, po të ndryshme. Po, që të mira ndalin. Të shkëlqyera. Të lumëshin duaj. Kjo duhet lëdhe pak në furrë. Po, do të vendosim neve. Këtu kemi... Si filloj, malë, fush. Të gjitha stinët i kemi, me ngjyra edhe me shije. Tani, regjia na tregon sa kohë kemi, nëse kemi mundësi të rikthejmë një herë të fundit recetat. Po, kemi një 2 minutë shko, sepse e di që kur shikni këto pjatat e përfunduara, me siguri pyesni veten, po si e bëri Katarina këtë tavëm, si e bëri këtë picën, këtë bukën apo këtë sallatën. Le të shikojmë për herë të fundit përbërësit në ekran së bashku të gjitha recetave një nga një. Pra, bukë me shije pice është kjo që sapo nxorëm nga furra, e sigur që ju ka shtuar oreksin nga shtëpia, mund ta bëni edhe ju në familjen tuaj shumë thjesht me këto përbërës. 500 gram miell ola për çdo përdorim nga kompania Atlas, 300 ml ujë, 1 lugë maja, 1 lugë sheqer, 1 lugë krip, 2 lugë vaj, 2 speca të kuqe jeshil, 1 fixhan salcë domatesh të aromatizuara dhe e tham pak më herët që në fillim që salcën e domateve mund ta bëni thjesht vetë në shtëpi me aroma erza të ndryshme, të cilat mund t'i përdorni edhe në shumë gatime të tjera, si në përgatitjen e salcës së makaronave, në të mbushura, në perime e tjerë. Pra, përgatiteni dhe vendajeni në ato shishet tuaja të salcës apo të kavanozave në shtëpi dhe e keni për shumë gatime të ndryshme. Kalojmë tani te receta tjetër. Spinaq me djath dhe erza. 1 kg spinaq, 5 qep të njoma, 1 qep të that, 4 vezë, 200 gram gjiz ose djath, gjys fixhan miell misri, majdanoz, kopër, vaj, krip, piper. Pra, kësaj recete mund t'i shtoni edhe vezët gjithashtu, të cilat janë vezët ovital, cilësi në 4 stin. E fundit, sallat me patate, 4 patate, 300 gram spinaq, 1 spec të kuq, 1 qep, 2 thelpinj hudhra, 50 gram djath, 3 lugë vaj, 1 lugë gjalp, majdanoz, kopër, krip, piper dhe piper speci. Dhe ta urojmë katin fundjavë të mbarë. Bol. 10 gatime, 12-13 në javë. Qoftë njëra, qoftë tjetra, se cila është, do me thënë që njëra prej tyre do zë vënd në tretat familjare të amisave. Ne dojë se kjo buka, do me thënë, do të pëlqejtë, do të bëjmë. Pse jo dhe atë salatën? Një me sigur që gjitha do... Ajo është salat, ajo është dhe si tu është përkaluar vakt dreke, duke shtuar akoma dhe një gotë kos. Një tas kos, jo një gotë. Dhe e kemi të plotësuar. Një gotë dhall. Ose një gotë dhall, ta mama shtu si shtua. Edhe kjo me spinaq që bëhet shumë e mirë, shumë e shishme, dhe këtu e përdorim kosin faktikisht, ose me një supë të hollë. Kështu që të dashuran visa, neve këto ishin idet që përcollëm për juve sot. Mendoj që të zënë vënd dhe këto në tryezat tuaja familjare, nga unë Katerina Mirupafshin, kalofshi një fundjavë sa më të bukur, ju dua shumë dhe miru takofshim të hënën tani. Patjetër, Kati, faleminderit të lumshin duart dhe për sot dhe për gjithë javën, të uroj një fundjavë shplodhëse dhe takojmë të hënën me ide të reja e plotësie si shtina sjell çdo ditë. Faleminderit, dashur, kënaqësi bukuroshe ime.
Ja, kështu mbyllet java, faleminderit Kati. Tani kemi publicitet, do kalojmë tek të ftuarit pas pak, një nga një i prezantojmë ta kur vi momenti, shkëputemi për pak.